Shkolla 9-vjeçare Tring Smiley në Gru të Re, njësia administrative Rethina, mund të merret si modeli asaj që arrihet kur nxënësit, mësuesit dhe komuniteti prindërve bashkëpunojnë për të kujdesur për shkollën e tyre. Oborri i saj që deri para pak kohësh ishte kthyer në gropa dhe baltë, sot ka një pamje krejt tjetër sa i përket sistemimit dhe gjelbërimit. Ky ndryshim u bë mundur fal projektit të 10 mësuesve të kësaj shkolle, Mësojmë duke punuar, të cilët së bashku me nxënësit dhe prindrit kontribuan në realizimin e këtij transformimi. Mësuesit e ciklit të ullët, 10 mësuesi janë mbledhur dhe kanë hartuar e menaxhuar këtë projekt, e cila është lidhur me të gjitha lëndët mësimore, pra ka qenë edhe kurrikular. Dhe kanë arritur në këtë produkt që është sot. Fëmijët gjatë punës normalisht që kanë mësuar, në matematikë kanë mësuar jo të masin perimetrin, jo të krijojnë një situatë problemore, në dituri të mbjellin një lule dhe si shërbejmë asaj, në si të bashkëpunojmë etj, nuk po i përsëris të gjitha. Financimi i këtyre projekteve në fakt ka qenë thjesht me thithje fondesh nga prindrit, nga nxënësit, nga mësuesit, nga biznesmen të zonës. Përurimit të këtyre ndryshimeve ju kushtua një aktiviteti posaçëm duke u kthyer në një festë për shkollën dhe komunitetin. Në këtë veprimtari morën pjesë edhe drejtues të arsimit të pushtetit vendor dhe të shoqatave të ndryshme. Mua dhe secilin prej jush na bën të kuptojmë dhe të pranojmë që kjo është shkolla që ne realisht duam dhe kjo është shkolla që ne realisht meritojmë. Por një shkollë të këtij niveli, me veprimtari të kësaj hapësire, nuk mund të realizohet nga gjithkush, vetëm nga ato që kanë shpirtin e bardhë, mendjen e mpret dhe dëshirën për të realizuar gjëra jashtëzakonisht bukura që komuniteti i Grudës më shumë se kurkush tjetër i meriton. Bashkia Shkodër ka mbështetur 2 projekte, të cilët presin vetëm fillimin e zbatimit për kapotimin e shkollës, pra përveshjen, që do të siguroj termoizolimin në mënyrë që fëmijët të kenë temperaturat e duhura gjatë studimit, edhe mësuesit gjithashtu edhe riorganizimin apo rivitalizimin e terrenit sportiv për cilët fëmijët kanë aq shumë nevojë. Kanë thënë trimi i mirë me shok shumë. Këtu të gjenë konkretizim kjo fjalë e urtë. Pra trimi i mirë me shok shumë do të thonë, nëse je i mirë ke shok shumë, ke miq shumë, ke mbështetës shumë dhe ti je shkrenare edhe nga prania e të gjithë njerëzve që ndodhen këtu. Aktiviteti u shoqërua edhe me një koncert artistik nga nxënësit e kësaj shkolle.